Besimtarët Bektashin kanë kremtuar sot festën e Sultan Evruzit, e cila përkon me ditëlindjen e Imam Aliut, një nga figurat më të shenjta të këtij besimi. Kjo ditë konsiderohet simbol i shpresës, ringjalljes dhe fillimeve të reja. Në aktivitetet festive mori pjesë dhe kryegjyshi botror Bektashian, Haxhi Dede Edmond Brahimaj. Mesazhi në këtë ditë të shenjtë Sultan Evruzit, të lindjes shenjtorit tonë Imam Aliut, zëvendësit të profetit Muhammed në ana shpirtërore, uroj të gjithë njerëzve paqe, dashuri, mirësi në këto ditë të vështira që po kalon njerëzimi. Zoti i bekoft, Zoti qoftë me ta, dhe Zoti na dhon dashuri, paqe dhe mirësi. Në këtë kuadër shumë besimtarë u drejtuan te qesë së Turanit, ku zhvilluan ritet fetare dhe shkëmbyen urime për më shumë armoni, shëndet dhe begati në familjet e tyre. Ditë bëjmë kurban në mbërsira, petanik, bëjmë shtylish. E festojmë, bëjmë kurban, bëjmë kulaç, petanik, në të gjitha e festojmë. Na je i gëzuar, edhe zemrat e gëzuara për të gjithë. Vëmë në përtylbet, ndezim qirin, heqim veroret, i varim në pemë, ti marrin dallë ndyshet, na sjellin shëndet. Pjesë e festimeve u bën dhe vizitat e përfaqësuesve të pushtetit lokal. Kam nderin dhe privilegjin që t'ju uroj të gjithë besimtarëve Bektashin, gëzuar festën e Sultan Evruzit, një ditë që simbolizon fillimet e reja, simbolizon triumfin e dritës mbi errësirën, triumfin e të mirës mbi të keqen. Ka një urtësi shumë të thellë shpirtërore këtë ditë. Prandaj kam nderin dhe privilegjin në fakt që në emër të institucionit të prefektit të përcjell urimet më të përzemërta për të gjithë besimtarët, gëzuar. Sikur ndreshini sot edhe dielli ndriçon, koha e ngrohtë, më tepër e ngrojnë njerëzit që janë të pranishëm këtu, sikur e ka thënë dhe poeti i famshëm Bektashin Naim Frashëri, sot përsëritet viti, sot vjen ngrohtësia, sot vjen vera, sot lind Zoti, sot lind Aliu. Përkujtojmë edhe lindjen e Imam Aliut, i cili ishte i pari i 12 imamëve, sikur ka thënë dhe profeti Muhammed, unë jam qyteti i diturisë, ndërsa Imam Aliu është porta e këtij qyteti. Kështu që më ngelet gjë tjetër vetë të uroj edhe një herë gëzuar dhe gjithë të mirat. Dita e Sultan Evruzit është një ditë që nga pikpamja e natyrës simbolizon kalimin nga dimri i gjatë tek pranvera dhe vera që vjen, pra është ditë që simbolizon gjallërimin e natyrës, por nga pikpamja shpirtërore dhe besimit është gjithashtu një ditë e cila simbolizon edhe ngjalljen e shpirtit njerëzor, gjallërinë, edhe shpresën, edhe besimin për ditë më të mira. Kështu që në këtë ditë dëshiroj t'i uroj të gjithë besimtarëve Bektashin, të qytetit Korçës, të bashkisë Korçës dhe të gjithë Shqipërisë gëzuar. Nga ky vend i bekuar, unë përcjell urimet më të mira për festën e Sultan Evruzit për të gjithë besimtarët Bektashin. Uroj që kjo festë të sjellë paqe, mbarësi dhe shëndet në familjet e tyre dhe kudo në vendin tonë. Në fakt është një festë që është dita e ringjalljes shpirtërore, është dita e ringjalljes së besimit, por na kujton edhe vlerat më të mira mbi të cilat duhet të bazohet sot shoqëria shqiptare, në mënyrë që kjo shoqëri të jetë akoma edhe më e fortë, edhe një herë gëzuar mbarësi e të mira për të gjithë. Pas ceremonive në të qetë, festimet vijojnë në ambiente familjare. Një element i veçantë i kësaj dite është përgatitja e një byreku me 12 lloje barishtesh që simbolizojnë jetën e re dhe begatinë e pranverës. Brenda tij vendoset dhe një monedhë dhe personi që e gjen konsiderohet me fat.